Këto janë pamjet e arrestimit të Markilian Ndoçit nga policia, njërit prej dy nipave të mentor Lufit, i cili mbeti i vrarë së bashku me mikun e tij, Gerti Goxhaj, dhe atentatorin Besnik Sulku. Ora News siguron videon ekskluzive në momentin e arrestimit të njërit prej nipave të Lufit, ku siç duket dhe nga pamjet, ai mbahet nga një efektiv i policisë pranë vendit të krimit. Si ndodhi përplasja ndërmjet dy grupeve rivale mbrëmjen e së mërkurës në Tiranë. Në më pak se 24 orë policia e Tiranës jep detaje për ngjarjen, ku objektiv kryesor për të ekzekutuar ka qenë mentor Lufi Doçi, i cili së bashku me Gerti Goxhajn kanë qenë ulur në një kafe pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Jashtë kafes ishin duke pritur dy nipërit e mentor Lufit. Pasi kanë dalë nga kafja, shtetasi Lufi ka hipur në mjetin e tij tip BMW me targa AA001IK. Si pasagjer dhe drejtuesi mjetit ka qenë shtetasi Gerti Goxhaj. Ndërkohë, pas tyre vinte mjeti tip Tuareg me targa AA097KE, në të cilën udhtonin dy nipat e shtetasit Lufi. Konkretisht, shtetasi Markilian Ndoçi dhe shtetasi Kleviz Doçi. Në momentin kur mjeti tip BMW ka filluar lëvizjen, me motor kanë qenë dy atentatorët Besnik Sulku dhe Salvatore Leticia, të cilët kanë hapur zjarr duke qelluar në drejtim të mentor Lufit dhe Gerti Goxhaj që udhtonin me mjetin tip BMW. Në këtë moment, menjëherë janë kundër përgjigjur marrë zjarri dy nipat e mentorit duke qelluar plot 4 herë mbi Besnik Sulkun, i cili humbi jetën rrugës për në spital. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se Salvatore Leticia, njëri prej 3 të ndaluarve, menjëherë pas krimit dyshohet se ishte vrasës me pagesë dhe kishte ardhur nga Italia për të kryer këtë ekzekutim rreth 48 orë para ngjarjes. Kjo, pasi në xhep, ju gjet fotoja e mentor Lufit, një pistolet tip Glock 17 dhe një motor skuter që i përkisnin pikërisht shtetasit italian, duke implikuar atë në mënyrë të drejtë për drejtë si vrasës profesionist. Dyshohet se Salvatore Leticia dhe Besnik Sulku kanë organizuar vrasjen si akmarrje ndaj vrasjes së vllait të këtij të fundit, Ilirian Sulku, në Holland, të ndodhur në prill të këtij viti. Edhe pse ditën e mërkurë, kryeqyteti ishte i blinduar me afërsisht 1300 forca policie, duket se fokusi i uniformave blu ka qenë vetëm siguria e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe jo kontrollimi ose parandalimi një vrasje, e cila ishte paralajmëruar kohë më parë. Në orën 22 të së mërkurës, prokurorët e krimeve të rënda janë paraqitur në drejtorinë e policisë në Tiranë dhe kanë marrë në pyetje të dyshuarit për vrasjes si Markilian e Kleviz Doçi, si dhe shtetasin italian Salvatore Leticia, ndërsa pas 2 ditësh do të paraqiten në gjykatë për masën e sigurisë.